Mirëmëngjes për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam një të ftuar tepër të veçantë dhe si rrallë herë në Info Plus nuk do flasim për ngjarje apo për artist apo për promovime, për gjëra të gëzueshme që e zbukurojnë jetën tonë, por do flasim për një histori shumë të dhimbshme. Një njeri kur në kohën e regjimit komunist tentoi të arratisej disa herë. Si shumë të tjerë, ai kërkoi të jetonte një jetë më të lirë, një jetë më të mirë që regjimi komunist nuk ofronte në kohën që ishte në Shqipëri. Prandaj, për të treguar më shumë për të, kam Shaban Tamalarin. Mirëmëngjes i nderuar. Mirëmëngjes. Faleminderit që pranove ftesën time. Faleminderit edhe për kohën si më keni dhënë në dispozicion për. Patjetër, do të ndajmë së bashku një histori shumë të dhimbshme të jetës tënde, e cila ka filluar që në moshë shumë të vogël. Në moshën 15 vjeçare ti tenton të arratisesh për herë të parë nga Shqipëria. Mund të na shpjegosh më shumë për këtë? Në moshën 15 vjeç kam hi në punë në parkun e makinerive të rana, hidrocentrali të Vadensit, Laç Vadensit. Se aty ka kanë parku i makinerive të rana. Mekanik, generik fillova, në Zanës. Mësova kamionin, mësova dhe profesionin, pa mësova dhe kamionin mirë migra. Derisa krijova besimin të vedi, me manevru me ton kamionat si ishin aty. Tu ja fillu prej të Zizi, Skoda, Lumberda. Të gjithë kamionat që ishin. Tatra e. Punoshem i shak. Prej dërguti një Darish Ademi, kanë rujet, pastramet, ka kanë shumë njerëmja. I thëmë, erdi një makinë, se bashën erdi një Lumberda i ka marrë shpeshën. Ditë shtune, ditë dile, s'koshe shpi, kur ishe të rëndytë, vetëm natën i mërshë makinat. Edhe i vishe shkolla, mërshë shokët e lagjes. Edhe ta këshin qefë bëshetit si të rritë. I thëmë, këti shokët, si punoshe me te, arratisen Allah, se këtu s'kena gjanë të rezi, këtë vëmë. Me tonë këtë punë si bojmë në këtu, me bojmë punu jashtë. Dhe ne i thash se i ka mundësit për me jetu mua mirë se këto i 100 milion herë. Kur të arratisene, unë kam nërmen më fut në gara automobilistike. Edhe flet akuzën të pa të bindaç, edhe Shqipe. Se kam besim të vedi, se dhe ata si bojnë gara automobilistike njës janë. Patjetër. Du me shku me dali pari. Pa mua dhe i fundit ja i thash. Me di se bom 400 sopash, një ditë fundit. Dhe t'ja kaloj. I rri bish mapa. Pra dëshira për arratisjen erdhi për të bërë pjesë e garave automobilistike. Për më fut në gara automobilistike. Po. I thëmë arratisena. Po mërë thëmë po arratisena, si s'po arratisena, për që në pashohëm se s'ka gjanë të rezikë këtë vënd. Vjen një makinë, të atër e re. Po. Tu i përjashtu Lumberda se kanë kënë dhe makina me defekte me gjana. I bashë shërbim edhe këtëne, se ishim brigatë si bashëm shërbim Zizave, Lumberdave, pa ishin e vedi, Perlinave. Vjene mi bashë shërbim, po unë sistemin e frenimit, drejtimit, ata i si kështë problem, se i kështë mësu mirë, përdo di shtune e dile. Mirë thot, e marrë makinin, shkom, deri te Koplik. Ore një të nasë, se i lame autobuzet me kalu, se ishin 10 autobuza, si bishin punëtort, edhe qoshin punëtort. Në ore, i lame autobuzet me kalu, i thëmë, panisëna, dalin prej parkot, i falë me rrugë autobuzave. Pa dhe janë gjisore, se i zeshim na, këpëtën e ja. Në ore, një nasa, 12 nasë nuk e di, në hymje qezën e Skoplikut, këputet turbina. Sa ta kanë tatrat kanë kënë, motorët i kanë pas me ftofje me turbin, me ajrë. Po, me ajrë. E jo me sistem ujtë me qërë. Këputet turbina, se do që me i ka vërmoshi, ka hani hotit. Në la makina, e la me aty. Dhe unë kam la makina shpesh. Skopjote goma, defekte, gjana. Nga marrë gati prej komanit, e prej hajmelit në kam me njës, me shok. Ku më letë makinellë nëse, ku Në momentin që makina kishte një defekt? Edhe
në për shturbina, hera parë. Ma në kanal gati një 10 vetë, të më thonë, se ju hini qëtë ka puna makina, si i mërshë shok, lagje se shok, pune që. Të më thonë, bana rotisen, se bana më thrasin për shko. Po njës si kishe shok klaset, shok lagjet, ja shok, si kam njoftë kur, si kishe bo veprim, kishe bo veprime që një fjallë me ta. Që të kishe besim. Besim. Sepse atëherë duhet edhe kishe fukara shumë ishin besim. tonë, shok, fukara, familje, ishin do kort. Pa ja me njoft një tjetërin këta 10 vetë. Me njoft një tjetërin pa, jo me ditë, për shamu, të tonë, si kena shku, a kuptana ja, veç e veç. E kuptoj. Edhe, pa ma i thoshe, pra punë desha me e lidhë me damin ekonomik, si ja kam bërë në rosë, 100 vjetë burk i kishe dhanë njerëzve, si kur të kishe shku mi spionu, një pa ditë, mi denensu si më ka nërë fillani me marë ati se njëna tjetra, se i ka denuaj. Pa tjetër. Gjëja më dhe Edhe, do shta këtë. Dami, njaj dami është 500.000 ton mineral pa zjerë për jasë, se me 100 vjetë burk, me ba, logarit e ka 12 ton në ditë. Edhe, herën e dytë, është pa difte gjanët krysore. Se krysore janë të nata, pa krysore, pa difte krysorit. I thëmë babës, ma se kryove besim të manë të makina, se s'kishe problem, se në ishash me jesë me shoke vetëm. Ndërko, sa vjeç ishte, sa ishte mosha jote, sa vjeç ishte? 16 vjeç kam kënë kur kam dash mua ratis me familje, me marë babën e nanën ta. I thëmë babës këtu, s'kena gjanë të razit mesatarja e babës, orëve të punës, gjatë jetës ti, ka dalë 16 orë në ditë, për 54 vjetë s'ka në jetë. Shumë vite. Tu lovë, tu i punu 36 orë, 16 orë, 24 orë, bële, shumë orë për gjithë jetën. Se shokët e ti tonë kanë dek, edhe i ka në rujet i ri, se Diego Furra. Diego Furra se delte prej temperaturë, se ka punu furtarë, me fut bukën furë mi pjek, edhe delte prej 100 gradë temperaturë prej furët, delte jash me nësë furën, borën, ako se ishin drut jashtë. Nese, uftafu smure, në rajet, pas tramet. Ishin dakord për indrit të vinin me ty? I thëmë babës, babën e kam pas super të meqen. Bele, prej ti kam su shumë gjana mi urujt spijojve. Mi urujt zë njerit mas me pas besim të korkush se e dita i se regimin e, se unë ishe 16 vjeç, edhe ishe unë s'kuptosh e gjane shumë. Edhe, i thëmë babës, të s'kena gjanë të rezi, tu lodhje, prej ka shatë buk, jetu në majtë, ka shku me në marë ratis, të tanë me familje. Ja, qeshi, ku do në marë ratis, kush është, kush i kënë vërhoshës, pa disë janë ati zulum komplet, të i përreshtu ata, si kanë, banorë që kanë jetu në zona kofitare, ata kanë më pas mundësi me i. Qënë situata më në shpërta? Kufini, afer, njëna, qëtë. Pra në fillim babaj nuk e mori seriozisht? Për 10 minutë. Mi më tha, si da marë atis, në difta qëfar formet? Difta në formet. Dhe që është raziksh në kja punë. Mami me dek shkurt, se sa me vazhdu jetën kështu. Sa antar ishit në familje? Orna? Sa antar ishit? 6 vetë. 6 antar. Pa, në 7-8 një kështu. Do shë marë atis. I thëmë babës, ka kënë ditë e gjuma. Ditën e shtune, ishe të torën 2 atë javë. Ditën e shtune, nëse të zvidi e nore njëtë natës në shpi, mas u banë marrë, se mund të kenë nore me defekt makinë dhe si dhije se hekra janë, bjenë në i goma, për ishe dhe gjallë, mas u banë marrë, se më ka në gjallë. Edhe lehet puna pa ba. Mirët, edhe në të shtunen, pa marë 6 shishe e rëngjatet, unë punaj në furra, pa marë, se në furrat kanë pas mi shumë,
pa marrë helm të fuqishëm, se me helmin më shinë ata. Me helmin si Fotoksinën. si kanë si karamela, çaj, ata. Unë pa marrë helm të fuqishëm, pa i fus në shishe, pa i tërosë mirë mushkërin, se i shtyp pa i herë, pa i tërosë mirë, pa i shkri mirë, edhe pa blej peshk, për mi marrë edja, në rast se qëllojmë, hasim në rezistencë, ushtarsh. Në kohën se dvim, se typi makinë, se kabina në zete, se kabinë tatra ka pas kabinë të madhe. Ishte e përshtatshme. Ngush pa në zete, sa me fut marshët me lviz me manevruan, se unë s'kishën e gjigant, me thanë me zanë vend shumë se dile. Edhe panisena, edhe po hasme rezistencë, mi marrë edja. Nanën, 2 motrat e vanë, mi marrë edja me i fjallë. Ba me kur të hasim rezistencë, mi dhanë me pi. Se pinë atë, prej peshko t'i ka marrë edja. Kurse unë e ti se kena problemiq, edhe pa në marrë edja, në pimë se dim se që në pret. Pra ishte shumë e dhimbshme. Përda? Ishte tepër e dhimbshme. Të mendosh t'i japësh, të shkosh... Po do të me ovdekë e lirime, au jetote këtu, 50 vjetë, një zulim, një regjim të ego, një skam lëk, një qa me të sanë tjetër. Ja vetëm në familje jonë, ja? Të gjithë. Ishte koha që ishin... Përgjësi të në Shqipnia, të në populli. Mirë, thotë. Ti e prite dhe okej në të pjesë? Përda? Ti ishe dakord? Ra me dakord na, me më pritë dhe në orë 1 nasë. Nisëm në punë mas dite, se bisedën e bëme paradite na. Shtunën paradite. A i shkaj më me ble këta gjanat peshkun me përgadit helmin ata, kur të rëndysh kënë dalë punë. Vjen një shofer me 4 të mirë, 3 me narkes, me zhavor. E më thotë mu, se vishin të unë ma te për, se pritoshin mjeshtat të donë borën, shien, akull, jashtë, ishte magazina ernave atje në Laçuvadensit. Edhe më thotë mu, ashtu më rreli tub e ujtis pak, tub i vojit hidrolikot. Mirë, thamon, ma lënë atë sa ta kërin këtë makinë, se e bëj vetë, se kishe i makinë tjetër në dorë, i lunë varë, me regjisin frenë, e gjanë. Ma lënë atë, ata shkarkajmë, thotë mu, ja i thashëm, ba me shkarku, s'ka presion, nërkesa e ban, nërkesa ma, dën presion të ma, dhe dëllën rrjedhjen. Mirë, thotë, edhe lënë makinë një vend, jashtë gropave, ku ishe të vonohen. Shkaj aty, makina s'kishte asgjë, veç se kishte ujtis veni ku i kishte helvojej. Depozit vojt, edhe ujtis, ka kujtu se ka, pa e ishtë makinën top. është problem. Prita sa iku autobuzi me punëtor. Autobuzi ikte 11 satit natës. Tash, kur iku autobuzi, fala rrugë autobuzit unë, mi u sjellë Zadens, se ka kënë, për para kena një të ura së pëtharit, të ura Vadensit, ka kënë ura e madhe pa u ba. Edhe ishim aty, në ushim prej autobuzit, prap me hyp në autobuzit, deri sa u hap rruga ka Zadenja, si qoshin zhavar makinerit e moja, Berlina, Centaur. Dal prej parkut, më rrah projektori i rojes, më rrah të kabina e më shi, qëfar shi të ra. Ta shi sa gjamave, e pasan gjami, se pa shi gjamës, mund të eqesh me një. Ta shi sa gjamave, kur liste si ma pasorët e gjamin, prit të rrallën, se kishtë hapë vetëm i derë, sa i dera parkut ishte e madhe, me zonë makinari të rana, Tatra, Berlina, Centaura. Pa një dera kishte mëllaj, një dera kishte lanë të hapën. Të e dera si ishte hapën i zete kamionat, lunë vera, të Tatra. Pa Berlinin, u do të me hapë derën tjetër. Ta që vjene një gjovalin pjetëria, gjovalin gjoni, nuk e di, ka punu nujnë në bonifikime. Edhe kam kërku boltash 35 vjetë, si nuk kam ujtë në gjithë.
atë njeri, se ka i kje shtetet. Në tjetër atisë. Vjene edhe për të rallën, tash për të mu me dalë, prej parkut. A i më shef mu, prej projektorit, se më rrate projektorit të kabina, më shef se s'jam shoferi. Më dalaj. Shisha gjamave, e pasën gjamin për momentin edhe, më shef se s'jam shoferi, dallun, futet kë, në park, futet më këthy, edhe tu më njek mrapa. Unë më nga i kesishe, shofer më i mirë se unë ishte 100 herë, se ishe shofer i vjetër, unë sa kishe mësu... Ishte diferencë? Kura? Dalonte? Jo, po, ishte shofer i vjetër, kuptën e, se me patente, me tonë, s'kishe as patente as gjama, s'kush s'kishe bo, pa kishe mësu profesionin një ashtu. Pa kishe mësu mirë, me fjallë, kishe besim të vedi, se kishe problem me shordër kamionit grashe, edhe i kam gratë të në kamioneve. Po. Se ma leshe shoferë, se ishe me bo shërbimin, i thoshe, ma lërë ma i gjiro, atë vi me ty, Kthehemi tek historia. Orna? Kthehemi tek historia, Edhe, ai të dalloj. Edhe, njek mapa. Mertë me më parakalu, ja blokoshe rrugën. Prap majtas gjatë, dikur, del një centaur. 40 tonë që para, e s'kishe si me parakalu. Të shë e kishte ko se bosh ishte. E se ma shfetson, se makina bosh e se ma shfet, djetë e punë. E kishe mrapa, me makinë. Kur hapet veni, të tuneli, në Zadens, kalon centauri, edhe këfutet shull, me mbloku rrugën. Ka të i pla me vonë, mi ra makinës ti me shatë, me shtyp makinë, frenova, del për i kabinet, më thëtë mu, o ti merke makina si i lën, ka rrugë spukë, hajnë melle, lejë, e në fakt i kam lanë. I kam lanë se më kanë lanë, me defekte. Mleni i thash marë zjova, ta bëjtë shëtis të naqe me këtë makinë, po kush dreqish, shëtis me lumë verda pa da defektoze, aty në del kryqit i monit dhe në kabinat me bolona. Me makina, për sistem drejtimit kanë kënë dofta, ma thore në kanë pas fuqishme më lumë verda. Mleni ma i tha marë barë, keme lanë, si marë bërë lanë, e thu i qafena. Po ku e shofer ti më? Pra, ndash me mdanë, me shetirën. A pa këtheshta se palë për e mrej policin. S'kishe që më vo. U ktheva. I tha, shka la para ti se pa... Prap, doshe me tentu mi ik, pa ku mi ik, ishe... Ishte i vendosur që ti të te? Ishte shmete, s'kishe... Pa menja, uzdoj edhe me këmi ik, ku mi ikun ati? S'kishe si. Futet në parkman, futet mu në parkman, edhe këma smetë. Ta shtu lanë makinën në park, se aty kishte hapsin bo. Kishte gati jo 20 hektar vend. Fush, si u lënashe makinerit. Tu lanë makinën, e laj makinën dyshes, tu këthy karburantit, edhe laj, frenaj makinën, frenaj dorë, si ven edhe gorë. Në atë ko, roja i parkut, vjen vrap prej atje, se e pavi se sem shoferi, vjen vrap edhe e nima të tunga vrap edhe më shehe mrapa makinës kështu. Në atë ku kalon një punëtor, torrintor, se ka kënë kabanon aty, kalon në zhumile, me 3 zhumilet. Këj qepet ati punëtorit, se kujtej se jam shoferi. A kupten? Edhe qepet ati punëtorit, në gjevjet bele, tu i ba fjallë. Kush ka më nëllë, pse ke marrë makinë, që arë makinet ma. Me më torritor më daj. I thote, se në fakt, s'kishte. Ishte faj. E si ishte. Nese, pështova natë, pa më kapke, edhe fjetën makinë. Se kishte makina me fjetë bote, se kishte problem fjetë janë. Edhe historia tjetër. Jam kurioze të ndalemi pak këtu. Babai po të priste në shtëpi për të ikur? Baba pritte. Se bebu ba kë si më këthyun, ma në shkojnë në nëse shvi, thash babës, kështu. Ishte i shgënyër? Baba ishte zhgënyër sepse priste të ikte, të arratise. Zhgënyër se më pengaj kë, blokoj kë, su më njësë me ikë, me makinë mi marë babe në nane tonë. Po më duli kë, s'kishe, që me ba? Kishte ndonjë moment të jetës tënde që ja tregove historinë dhe nënës? Si? Kishte ndonjë moment në jetën tënde që ja tregove historinë dhe nënës, ose motrave dhe vëllezërve, që ke dashur të arratisesh me ta? Nëns, nuk i kam diftu. As motra, as vllaz, vetëm me babën. Vetëm me babajn. Po
ku të në qote baba, shkoshim na. Po. Se i kërkoshim logoj i babë s'ku pa në qëna. Jo, asnjëherë. Si di sote. Edhe historia tjetër. Kam bëllë për aratisin, Edhe për në aratisjes. Unë mërshë makina vazhdimisht. I thami shokut, posh në punote të fabrika Vens, në të lus. Ata kishin një 3-4 makina. Transportet që transportoshin. Një kishin për me do pastra, amelcina, një plum, e kishte e një shoferi saj. Tjetra ishte një qepel makina vjetër që i shkot gurit, edhe një if e vogël, edhe këj gazi 51. Me këtë gaz 51 kam pasë rastin me ik, pa ta spjegaj. I thëmë, Berhan, edhe me këtë kam dash më aratis, me Berhan Zjarin, me Darisha Demin, Fatmir Plabin, një dy vlazën tjerë që kanë kënë Meta, Isa Metën. Sa vjeç ishe ndërko? Kushuna? Po? Dhe me thënë kur tentove për herë të tretë të aratisej? Para se me shku ushtarë. Pa bërë 18 vjeç? Pa. Edhe, ja, pas ushtërjet. 20 vjeç. Pra 2 vite ushtri, 20 vjeç. Tentu me ik me gaz. I thëmë t'i shokët në gjemë e makinë, që disim se në kam kamar madhe me shetit makinë. Mirë më thëtë, është një gaz 51. Futëm, hapim derën e kabanonit, në orën 11 nasë, 10 nasë shumë. Edhe hapim derën e kabanonit, marim gazin. Pa këta gazet nuk kishte se si mi dalu njëri a kanë benzina gjanë, se fillimisht gjithmonë kontrolloshe karburantin kur i mërshë makinat, përshë në karburantin në rrugë. Edhe vojnë e këta qanë. Po, kësaj, këtë tip makinet, s'kishe si se kishe serbatore në sedile. Po. Hajma, se kontrolu me më shatë, s'kishim se si me kontrolu. Edhe, e nezi makinen, dalin. Makina e mnume me tent, gas 51. Ta shtu i kalu ka stadiumi me këtë shokën, në shef i vlajti shoferit, në shef makinen. Edhe shkan shpi. Ne ishim të ujë shpet në fakt. Si të rritë ma nëshë. Shkan shpi i thëtë vlas, të kam pa makine të stadiumi ma. Shka ma i raha, pa qëfar makine të... Atëherë ka pasur dhe makina shumë pak, ka qënë në ndaluesh me shumë lek. Jeni prej Shkotet me shku në Tiranë, 7 makina ke jasën rrugë me i bërë, edhe i thëtë kjo vlas, si në pavi të stadiumi, pavi makine, s'na pavi ne, pa pavi makine, i thë, të kam pa makine më qëfar shpecijet, aja ke lankuj me bane i nëra, shka marë, pa makine ka fut në kabanën, për qëfar makinet. Deri se e ka mu shmenen, e ka binë, ja lutë, ma hajde, kur ka shut e kabanën, e ka lanë, e ka pa kabanën tapën, dhe makinën që s'ka qënë ka lemru policinë. Në atë kona kena vazhdulltimin. Tangencia në Rusë, e ti së të kujtoha se e re. Jo, nuk e kam hasë. Edhe, tangencia në Rusë, unë arshin makinet mu fatoru, mu bërë transportin e tjera. Shohim 50, 30, 20, nuk e di, zborista me uniform, ushtarake. Edhe me automatik. E në Rogja Skalan, me bërë qitje reale, me karikatore plot. 2 fishek, se kam bazë barën, 2 fishek luftarak nepte, vetëm kur u bate qitje në terren aty poligon. Edhe ata 2 fishek, me të netë për mi kry komandanti... Që i ke hargjuar? A i ke hargjuar. I thëmë këti shokut, mu mjofin ta ma, këta, se nënën e kam prishtoj 2 vjetër. Dhe ishin nga jo zonë. Edhe mjushen ata, mu se kam, kur ishe i ri, pashku në punë e kështu, ati e kam kaluve pushimet vërore. Po mu jefin tonë, pa keme dalë, kemi ju thonë, hypin tonë, men. Futën tonë, men, edhe mëllët tenten, mu shë mas mirë, si mas lagën, mas vinë, shi të ura, prapë se unë gjirë shë e rastin, ku ishe shi. Që të mos duke shë. Shi i borë, ave se s'ka edhe kontrole. Pa, më pa kontrole. Edhe s'ka kontrole rrugore. Hypin ta, unë të shë ka fillu, si jam nalët që kanë hypta, bëna planin momentalisht për moratis, pa i dihtu këti shokut. Edhe sot asaj dit...
Ai nuk e di. Nuk I kam thënë. Se s'do se me ranu se thoshe pana po hasim në rezistencë, pana kapin gjallë, e të sija të bën me thonë edhe gjana se ke pa nëndër. Edhe këj me dali pa fajshëm, se vuna ndjeni se do në morë atis, në zborista. Kur I fos marshin e parë, 2, 3, 4, 5. Sa more vedin makina me esë për smarit, u fik. E ma I krajnë të vorët e vjetra, para se me shkun të se me teja ka një eksperiment kalamosit, që adim që ka kenë për para, ma I krajnë që I kofnen direkt e të pompaqia, me pa ka benzin, se serbatorin nuk ke si me ndallu vetëm pompaqin, o aprish, o s'ka benzin. I jap me dorë pompaqis, bamba, bosh. Mëlli deri I thamë bërhan I këti shokët, bërhan zjarit, dalin se në kalan benzina, ose aprish pompaqia. Tashi, ishe të ardhë makina, në gazin 6 nash, si u arrestoshe njerëzit, unë e njëshe në zhurmë, I vishlot e kamja, bate zhurmë kamja, në atë ko. Se ishte prej lagje, se shoferi, edhe vitë më makinë, edhe e shifshë, e njëshë makinë e timi I fjallë. Se I punot e ndekët me në shmaj. I thëmë bërën të fute në dalim atë angarë, dhe të se gazi I deksa shtuha. U fut me mapa, kanali lërk, pun 5 metrësh, edhe u nishin bisedat, si u bashin. Nalet gazi 69 I policis, të makinat të zboristat aty. Se qëfar shansit kam pas me zboristat, si harrova me të thanë, me marë zboristat. E me shku me gjak ftofsin ma të madhe, deri të dogana. Në fakt ka ken patrulla, ose postobloku, para se mu fut rrugës dogans, ke ken Jugoslavije. Ka ken postobloku, reparti ushtarak aty. Ka dhe të kanal. Pa logorita në basën e nal, një thanë, kena ardhë ndash me pas, që vi ushtarë, për horsim kofini, sa shkel kofini. I këtë biset. Nëse kishim fillu me ba fjale, gjana, kështë punsh, mi fut marshën me ecë, deri në kufi. Deri të dogana. A që të dogana, më nëjna, ka dhe ka dalja me marrë me tërë, se kuptohet, ku ta marrësh me tërë, diqë dhe me baj. Ka dhe ka dalë. Dhe munal, pun 20-30 metrës, në asë e kishim gjetë rrugën bosh. Se aty doganat e Shqipnis nuk kanë funksionu në atën kamionat. Vetëm ditën. Ke ka zonë nata, ka në të natën jashtë. Deri në nade, si ka zbarë drita. I kështu e di shonë. Edhe në fakt, pamena. Kështu, e menova kësi, isha gjemë rrugën bosh. Në la benzina, se aty manena, nëse kishim pas hasë rezistencë prej ushtarit a prej nakunjë aty, foti marshën e thevinarin e ikë, edhe ka nëllë, se ka bo njëni si është ratis me familje, me gës, ka punoj, me dekë puna meshme, me gës festenjsh, ka frizu postat e ta, në ushqime, e ka pas të kalajt, e ka ikë pa ulak, se e ka njoft makinen, se ka nërkush. Edhe një Pra dhe kjo tentativ dështoj? Njaja këtë dështoj. Ka dështu edhe një tentativ tjetër me janije Jugoslave, si e ka kënë të umët në dëri, e ka marrë buna me vedi edhe anal të a bloku të fabrika cementës. Tuar prej obliket, se doshe me ble, se dhe me kushiqin të teshat lirat e, me ble i gjupa me zjanshu, tu ardhë, shof anijen, vetëm emnin ati personelit, 3-4 veti ishin atë anijen. Vetëm emnin ati nuk e harrej kur, Nikola kishte emnin. Edhe tu i thonë ata, rrellë tu, pas rrellë, dhejnë mo, buna, tu i thonë një tjetit ata, bjere kanopin, dhejle kanopin një, i thonë, Nikol, bjere kanopin mo, pa dishe gjuhën. Gjuhën serbe? Gjuhën pa. Bjere kanopin mu, se pa lidhen, pa ju fikse unë, pa ju fikse vetë një. Ma ne për kanopin e lidhen të një shtyll, nëse ka fabrika cementës dhe t'ke shkuti, ashtë shtyll hekrit centrifugale,
edhe shtillëm një 5-6 herë, rreth shtyllës, me kanak. Edhe u fiksuaja. U fiksu. Po prap rrezikshmëri kishte me i marr bishtin mrapa rrjedhë. Tash I thash kemë priti këtu, kam ardhur me bulazer, se punoshe me bulazer në të kohë. Në tepe. Si ka dash më banaza përpara dhe u analua në të kohë. Mu bulazeri mi deshin zinxhirt. Edhe për ta lanë me zinxhir dalën. Pa vi I thash me bulazer. Shaf një shok e kishte ngarku bulazerin në tatër. Ai punohet në uzinë të Transit, si transportohet e makineri tona. Pa pyet kërken, shkova mora bulazerin, hapa derën e tatërs, e neza. Shkaj për mi urdhbun se një aty kam pas frikë se mos shemet ura, se 15 tonë Ishte shumë e madhe. 15 tonë ka pak kanë ura buns. Ka ishte 27 tonë, se 10 tonë vite kjo, dhe janë 10 aja. Shkaj deri te fabrika çementës. Ula bulazerin një vend aty se e gjeta vendin pak nelt. A ula. I them tash Nikol deri kanopin tjetër. Marr kanopin tjetër edhe ja dhe mrapa në tako. Sfinotën edhe. Edhe hypin te majt karikume. Majt karikume në njën. Pa sfinote e unë tjerë ko se unë, për I thaqën se do të me majt bulazerin karikum. Na fol. Ai për pesparë të reka një dhe ta hedhën bunë. I thëmë janit mere kësë finot e venja kanopin aty. Ishte pa o erë. E venej, në kohën kur të o kariku, të o majtë karikume, shtremnohet e I spinoti edhe këputet. Edhe në manina meq pa ashit. Aty kam pas rastun për mua ratis se ishte si regull kushin në ambasada në atë kohë. Kushin në ambasada. Si realizohet qëllimi më hut në ambasad, edhe kush hyp në njët uja, s'ka drejt shteti mi denu, mi kap. Në njët uja në ambasada. Në transportin, transferimin, si e bojnë ambasadat me atë person, si pa ti një familje, pa ti një familje në ambasadën italiane, Belenburg kam pas atë, Max Papa. Mund të kalojmë tek momenti ku ti vendose dhe shkove deri aty sa të kapën në ujë. Aratisja. Tek Aratisja, sepse minutazhi I emisionit nuk na lejon dhe shumë kohë. Tashti. Ja përpara, më thot edhe një tjetër. Dua të nisim kështu, sa vjeç ishe në atë kohë? 34. 34 vjeç. Kishe krijuar familjen tënde apo akoma? 2 fëmijë. Kishe 2 fëmijë. Bele djale për të lanë 6 muaj. Okay. Po detyrova për ekonomisë. Po. E punoshe 14 orë në ditë, u qoshe në 4 nadis, s'kam pasë as biciklet 3 vjetërësh. Edhe biciklet kërë kam bërë copa, të më falë të I shali, disk një, parafang, shqipunsh, vite dora, rrugulloha dikur, edhe me kapërtona, jam kapërtona gomet, kështu kapërtona biciklet. Pa goma bombulash, oksigenit I pata bashkë, e shkët e me shkun punë. 34 vjeç me një fëmijë vetëm 6 muajsh. Ja, 2 fëmijë kishe vajzë. Me 2 fëmijë, po njëri nga ato 6 muajsh. Edhe mora nga koshe 200 në ditë. Për 170 lekë në ditë në epshin, se u pagoshim me kategorizim, me kategori. Mu kategori... Do të kalojmë pak tek pjesa që ti vendose të kategoris në epshin më të tepër se deri te kategoria 2 se s'kishe shkollë, 5 klas shkollë. Ai si kishte 7 mërë 220 lekë, mu 170 lekë, për I buk, me punu 14 tonë ditën. Edhe u detyruar më mena, me X, kisha rrugë tjetër. Kur baba pas të ramet, pa të nru jetë, para se moratis. Mas si baba më ka nru jetë, kam tentu moratis. Edhe në njësë, tentativat, sparimet I diftu se kam tentativa rotisit. Të kalojmë tek aty ku kapë. Po, tek tentativa që ishte semifinalja. Nisem, bëna stërvite I herë, se prej bregu trans, nuk e dinë, livot bishleqenita, a I dinë, si dinë ata. Pa tjetër që I di. Edhe prej aty me shku në Shirok, shkoshe në Shirok, për ditë, mas dite, përveç se punoshe para dite, bëj edhe not. Ja, më falë, para dite punote ortoko, ja bashe gati skavatorin,
sa vishe, sa para ditë bashkë stëritje. Shkoshe vishe shirok, brektan shirok. Në bashkë janë 6 orë. Ma në për të bajë stërvitje, një grop, për të hap një grop gjatë, gati një 100 metër, kam në 12 orë në ujë, pa dalë. Në ujë, si të vanë atë në të lirë. Adin që i tha gjvedit, ajo që janë me kënë, do t'a bëj. pa i hi. Edhe më në të rejke dhe urretja. Kur ki urretje për i gjonë, bashkë edhe trim. Kur ty e për të shtysa. Jo, për shtynë edhe urretje. Patjetër. Qa me nën, diri u vdekje, Patjetër. me dalë. Jam fut në orën 8 nades. Nga ku? Nga cil pik? Si quhet sot? Jam e njës prej Vis Vraks. Nga Via Vrakës. Në orën 8 të mëngjesit. 8 njësit. Me bismillah në pivedit. Në orën 6 mrames, më kanë kapë në ujnë e Jugoslavë, kam kalu bogën. Aty nëse ke kënë zogën në herë të postat, është ishull i vogël, pa është i Jugoslavisë. Aty ishullit, ishe lërgë ishullit, se ishe bogat ishin kry 100 metrësh. Pa 50 metrë e kalova bogën, ina në ujnë e Jugoslavë. Kur një gjej lunën, zhurmë, kur pa vinë 2 peshkatarë, se s'ka kapu shtëria. Kapen futen peshkatarë, në ujnë e Jugoslavë, hypë mararë mi kej povë dhe hajë këto thëtë. Ishin peshkatarë me urdhër nga ushtarët, apo ishin Pa peshkatarë që të panë? Vullnetarë me se kanë gjenë tanë, gjysa ma tepër kanë gjenë sfimoj. E katuni edhe Malsia e kanë, banorët e katunit, banorët e Malsis, gjysa e aty e kanë gjenë sfimoj. Ata e kanë ujtë kufini, se për ushtarit ju bate dërmani, se nasem gjunë vret, se gjallë si dërzoshe, gjallë ushtarit unë. Edhe futen me anë, më sot mu, të shumë mësua të fija kanë delës me hek me ja fik motorin. Sa mësua të këta më anë me rama, të dë. Pa emnas, pa i nëptas se kanë me lonë logori. Jo, është më mirë të mos japi me emra, sepse... Pa kanë me lonë logori tjetër kënë. Pa tjetër. Pa tjetër se... Pa tjetër që po. Kanë me lonë logori shtet tjetër. Se për të qa, se teke, do t'i hedhe dhe në gjyq. Gjyq Jugoslav, se e gjyq shqiptar. Gjyq Jugoslav, në dërësinë Jugoslave. Kanë kapë nunja Jugoslave më ba. Që dënë ti këto. Edhe, mësyt e fia kanë des me hek, më anë me rama, qa ishe unë, 30 gjile, 40 gjile nga nërë, po kishe tak katon. Atu do të me kënë vete dyti, me në njerit fuqishëm, me kapë me lunër, mi përmes. Prap tishte jeni, e bashkë të dërmanë, se i veshe një dorë lunër, i dorë e kapë se për flokë, së ishe me te, pa ishe në 2. Sa unë dorë të atë, më lidhën me kanë, ka një 100 kile rjetas liber, rjetat e laguna, qëllën post, komandanti post atje, të lidhën. Më thate e komandanti post, ku deshe me ikti ma, ku i ikti vigilens tonë, të titja deshe me ika, Jugoslavin të sërte. Pa e thamë. Po në kalova më i thaqën. Në kalu 50 metrë në ujnë e Jugoslavia, tha që këtë. Pa. Ja, thëna, s'kelin mujna toka Jugoslavia. Pra e mohuan. Orna? E mohuan pjesën që ti kishe kaluar nga anë e Jugoslave. Në nuk futen e tha në ujnë e Jugoslavia. Në fakt, që në YouTube, e ka një oficer njenin 100 metrë, i këshu 500 metrë, dhe se ka kapë, si ka i prej Shqipnijit, e ka kapë në tokë Jugoslavia, e ka prukënen. Shqive në YouTube, se e ketë. Ashtë. Edhe, më kalova thash, qa, ja më thënë dana, sas nuk him në ujnë e Jugoslavia, s'ke kapë ti më i thash, s'ka kapë shëria, kanë kapë të 2. Ja, së është të vërtet, asë të në syrë lejohet, se bajnë atë punë janë. Edhe më fusin një qoshe, bele është, pa të marë, nuk e di se një televizor, se të tanë kam marë një televizor. Tu i menu se pa napi një intervjis plot, pa ata vetëm lajme, 3 minuta, edhe bele në këtë televizor e juj, ka ardhë për Ashtu është edicioni, kështu duhet i përshtatemi regullave, pra ndaj është vetëm 3 minuta intervjisa që ti ke dhënë. Edhe, bele kam kasetën e incizume, të filmume, kur jam njësa dit me 26 gusht 2010. Kam kanë 60 vjeç.
Pasi e kam kiri ballë herë, përsëritur, po. e kam ballë herë, kam emituar atë origjinale. Po. E kam të incizume, të filmume atë kasetën të Po. TV1-shi, të Musa Kultura. E përshëndesim shumë Musan. Ai senep. Nuk e ka thoshta? Ma Musa ka është djegëve të koleksionist. tima, tjera, pa pse ma vetëm kasetë dhe me ka djegëve të tima në Ndoshta të ashtu kanë qenë Pa nese, rrethanat, sepse s'pa Musaja rëndësi është me një zgjat me njeri të saj shumë i kasetën do të mrekullueshëm, edhe ne e përshëndesim shumë. Urdhë? Musaja është një njeri shumë i Një mrekullueshëm. shumë ai dhe ka ne e bërë detyrën përshëndesim vetë punë për të patjetër shumë. smash, më intereson hiç. Edhe kapen. Më thot mu, a do me firm mos se ke kap nujna tona apo se ke hapën. Jo më thonë se kem kap atje. Në Jugosllavi, e më shlej ton postën. 30 shtarë sa janë rrypa. Je thash kur kam një post, vetëm buk nepni, se më kishte marrë unë. Po. Sa më bukë djatha madhatar jam nis. Ta një ditën tëmë si kam marrë 30 kg mish. Në bosh 74 vjeç. Si kam marrë 50 kg maksimum i mish. Me që me ble, si me ble. Nese. Atë me firmosa, ja i thashën. Ja, jam kap atje, po më pa të firmosë, se jam kap në Jugosllavi, pa ja, se jam kap Jo në në Shqiptar. ujrat shqiptare. Marrë firmos si e kap në Shqiptare, se për Jugosllavi, si s'kan kap në Jugosllavi, tha. Se s'im në tokë në Jugosllavi. Po hajde më shkeve i thash, vendin ku jam kap. Nese, ishte i bindur në se jam në shtetë, për këta prej fletë lavdërimit. Po. Se janë tjetër që ka dhanë shtetit të ne. Fusi një qosh atë, këta dy si më kishin kap me mushin kovat e ujit. Edhe ushtarë të mbra. Dikur merdi, shumë e thëmë, ratë fikt, pas sash problem kur të rakosh, kur torturohesh, si të bjen fikt, absolutisht sa problem, se s'ni gja, me bëha trupin tonë çfarë represalet. Kur bjen fikt e kam gjallën, s'ni në gja. I kanë kalu këtë prova, se kanë rrahë minjerë, policia, një tjetër. Edhe, del, aja si me thonë, edhe në Terezi, më thëtë mu prapa, dhe me firmos, asi e ke havën. Për zvedin, aj marrë, po me ndërhoxën se kanë qitë, koqa, e ja unë, një smatë fuqishëm se unë, një smatë meqëm se unë me miliona herë, e du me e zjerë unë, me ndërhoxën. E vendoset firmosësh. Firmosa? Firmose. Më pas të aratis të burgosën pas aratisjes? Kurna? Të burgosën pas aratisjes? Dekt menshme. Qune të kryetari dekt menshme, unë ishe zdathon, me në thonë, matha. Pas matit, pas gjithë noti? Edhe, qune të ka dytë kryetari dekt shpunën menshme, ka di marrë me, ku deshe me shku? Deshe me shku i thash me ba gara automobilisike. Ti thonë gara automobilisike? Pa ma i thonë. Mirë, tha, të pa të bajnë provë me atë benzin tonë, si benzin se egzistohet e Shqipninë atë kohë. E sa vite të dënuan? Sa vite ishte dënimi? Edhe ato si manena. Po. Provokime tjera, po sparime e zjatë shumë. Po, sepse minutazhi është duke mbaruar, prandaj kemi disa gjërat fundit. 12 vjetë, 3 muaj të shtit, 12 vjetë burg, po ato si ne kam banë që avarit. Po familja. Kampi mëj, ja, familja ka kanë si regull, po kap një pjestar familjet të aratis, po kap gjall, ose i vritet, nuk interrohet familja. Familja nuk u internua. Po nuk u internua se s'kapin, se ishte si regull. Po, se ti kështë unë u interrohet e familja tanë, a kuptën e bashkë. Po unë qëllimin e kam pasë edhe familjen me marrë me vedi, herët e vonë. Se qëfar nëra, se qëfar shvet, ta pa ta spjegaj ma vonë. Edhe, dënohem 12 vjetë në kamp. Kishim, aj ka kënë burgu, kampi i skleverve. Burgu më i rënë në botë. Ajo është një histori tjetër e cila dihet tashmë, sepse burgjet në kohën e regjimit komunist kanë qenë njerëzore. Po kam edhe një temë tjetër. Patjetër, ndoshta do kemi mundësi ta diskutojmë një herë tjetër, sepse minutazhi është i pamundur. Të falenderoj shumë të intervistë. Du me desha me diftu edhe si emisionin, si më vanë me kry në për 3 shtetet e botës. Njënin për 3 shteteve. Po kemi shumë pak koha, ma. Ta shi kur dëni jam gati me ardhë. Me gjithë kënaqësinë edhe për ne. Se
këtë televizion, s'kam qef emocione për Tiranë, e për Gjana. Është shumë nder dhe Edhe pse paguajnë ata interestë, s'bën gjë mua e pagesë. Unë du vetëm me xhir që ti e vlerëson Unë televizionin du tonë. vetëm me xhir drejtën teme. E tonë jetën në ka ikë vetëm me vujtje gjithë shfartë universale. Me tortura fizike, me tortura psiqike. Të të gjitha llojeve, torturat njerëzore. Tash këne puna këtij për të syt, nëse Patjetër. Të falenderoj shumë që ishe me mua në këtë. Faleminderit edhe për jush. Faleminderit shumë. Me fol. Patjetër. Tash për herë tjetër. Një herë tjetër do ta diskutojmë edhe për pjesën. Sa herë dëni, kam bëllë historinë. Të falenderoj shumë. Kam shumë historinë. Faleminderit dhe të gjithëve ju që ishit me ne deri në këto momente dhe ndoqët Info Plus. Faleminderit që na ndiqni çdo ditë në Star Plus Televizion. Takimi rradhës së bashku nesër.